ku si 18 vjetë e pata vrapu krejt maratonën e Prishtinës 42 km, edhe që ajo pjesa u konë e akneve, unë ka pru diri me një, që me thonë për mu, shumë krenari me vrapu qatë disiplin 42 km. Po, e ceke që të më thonë ke fillu me marrë edhe me gara mandej, a të ka ndihmu edhe trajneri me u rikuperu edhe në këtë anën emocionale që e ke pas? Trajner e kun pas Bobin, se Bobin e kena pas me një klub trajner aty, edhe gjithçka e kun pas me Bobin, normal. Ato pjesën e kur hishën, për shembull pjesën e garave, për mu ka dollë që aty me haru ke qatë pjesën e akneve që e kam, veç që më fokusu për shembull në garën që e kun pas. Edhe po thomë, jënë konë me një bot tjetër, pa akne që atëre kur pa ta vrapu, si në gara edhe si në stërvitje, që një me unë ka një mu shumë, ku më përdorë qa sportin si pjesë e rikuperimit mendësor, edhe normal që sot që ma ka një mu nëse ka makne ajo, veç që unë shqyrë qatë pjesën e vrapimit. Po. Jo, do me thonë, forcën e përballjen me bullizmin e ke kthyer në forcë, e thamë, do me thonë, tash keni vetë besim edhe je një prej njerëzve që i motivon edhe tjerë që përballen me këtë fenomen. Po kthehemi pak edhe një herë tek ai procesi, ajo periudha ku je përball personalisht me këtë fenomen, cili ka qenë një prej komenteve më të rënda që nuk e harron asnjëherë, që e ke marrë, e ke mbajt mend. Pak problem se ka pas shumë. Ka pas shumë, e di. Po du me përcjellë dhe si mesazh të gjitha ata që marrin komente të ndryshme, të rënda, të çfarë do lloj niveli. Seni ma i mirë është veç me injoru, adin. Unë gjithmonë qatë fazën kur e më kalu e kom injoru, edhe vazhdoj e la me injoru, edhe pse marë, po nejse. Unë gjithmonë jam të e injoru, seni ma ideal është për krejt ata që marrin qatë negativitet, veç injoroj veç me mentalitetin pozitiv, është shumë ma mirë, edhe shumë ma letë kime pas me handle për shumë qëtë situatë. Do me thonë, ke pas komente shumë, edhe shumë të rënda, po ka pas. Po prap kem rri me injoru ato. Po, i kom injoru, se gradualisht njeri po pjeke vit pas viti, edhe i kom injoru, adin normali më do kënë tash mi ledzu, po sot që i marrë afer zemrës. Po, çka du t'ju thojë gjithë atyre që përballen me një fenomen t'il? A ndonë këshilla dhe në TikTok vazhdimisht? Tash jo, jam ka pjesa e kontentit studentave bëj. Po? Po tash për akne njëre kum nalë se nuk kam njërë material që u hargju njërë materiali. Dirisa tash, dirisa ku me arrit me eka dhe pjesër e skushme të akneve që e kam, diri që aty jam të, ku me fillu që mas do muje dirisa ku mu rikuperu, që duhet mu rikuperu për akneve, se është pjesë e maratonës kjo ballafaqimi i akneve. Pjesë e maratonës. Gjysmë maratonën e kum kryu, kanë metë edhe gjysma tjetër, e që atëre, kur ta përfundoj qatë pjesën në gjysmën tjetër, ku me vazhdu prap me postu video. Mirë shumë. Po të regom pak qysh e sheh vetën Bajrami, tash në ditët e sotme, si një njeri që ka kalu gjitha këto sfida, është përballë me një fenomen që përballën shumica e trinjve. Të regom pak si ndihesh tash me vetën? Ndina shumë mirë, adin, me menu për aknë nuk e menoj heq, se kum kalu atë fazën. Ndina një njeri si normali edhe në publik, s'ka në e farë kësi mimike, në e farë bullizimi. Ndina shumë nice, për momentin veç më fokus në karierë për me arrit diçka.